tani është çështja e emërtimesh, ajo është gjithashtu një përpjekje që filloi vetëm pak minuta pas fillimit të asaj proteste foltore të bimit për të gjetur një emër tjetër, pasi nuk e kishte për masën dhe dimensionin një proteste. Protesta edhe vetë në teksti i fjalës është një gjë pak me nerv, njerëz më të revoltuar, të nervozuar, që kërkojnë diçka, që bërtasin. Kur u pa që ishte në raport me protestat e mëhershme një dështim total, atëherë organizatorët u përpoqën shpejt të shpëtojnë ç'mund të shpëtojnë nga dështimi, duke thënë që kjo nuk ishte një protestë kombëtare, kjo ishte një protestë lokale, sepse të tillë patëm organizuar në vetë, nuk donin ta bënin të madhe, që thritur vetëm njerëzit nga Tirana, sepse nuk është protestë, por është një foltore, këtu do ngrem një tribun për të thënë atë që nuk na lejohet ta themi në parlament, për të dhënë hapësirë, kohë dhe vëmendje mediatike kauzave, përpjekjeve të qeverisë për të sfumuar çështjen Balluku, dhe ne do ta ekspozojmë këtu etj. Deri këtu çdo format, çdo formulë, çdo metodë për të denoncuar, për të folur në demokraci është absolutisht e nevojshme, dhe aq më shumë në një vend si Shqipëria. Por referuar objektivit madhor që Partia Demokratike kishte ekspozuar gjatë gjithë javës, protestë për të rrëzuar qeverinë. Tani, nëse... Këtë e thot sa herë që proteston, po. Është një shprehje që është konsumuar tashmë dhe nuk ngjit asgjë kundi. Edhe pas kësaj, zoti Berisha sërish thoshte që tani nisi stina e protestave dhe ka ardhur fundi i qeverisë. Është një deklaratë e bërë bajate, sepse rregullisht e dëgjojmë protesta që shënon fundin e Ramës, protesta që shënon fundin e Ramës, fillon fillimi i fundit të Ramës, etj, sa kjo gjë as ngjit, as motivon, as frymëzon më njerëz për të dalë në rrugë, për të mbështetur Partinë Demokratike dhe personalisht besoj zotin Berisha. Unë mendoj që protesta si formë për të kundërvënë qeverisë, me atë që ndodhi mbrëm, ka dalë jashtë metodologjisë. Se çfarë rrugësh të tjera duhet gjej PD-ja, unë mendoj që, besoj që do kemi kohë ta flasim më tej. Jo, mos më kalo tek se çfarë duhet bëj, çfarë do të bëj, problemi Berisha etj. E shikoj të dështuar absolutisht protestën, dhe në këto kushte PD-ja u përpoq ta transformoj atë në një foltore, sepse termi foltore lindi pikërisht mbrëm. Zoti Kalaj ishte i pranishëm në protestë sepse hodhët edhe foto prej andej. Ju ç'përshtypje ju la, si ikët nga protesta? Ka të drejtë zoti Kikia? Po, është e vërtet që isha në protestë në respekt të demokratëve, pa diskutim që më kanë mbështet zgjedhjet e 11 majit. Unë faktikisht protestën e kam kërkuar me kohë, ashtu siç kam kërkuar edhe procesin e analizës, i cili do duhet kishte ndodhur me kohë për me kuptu gabimet e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 11 majit, sepse unë mendoj që pas zgjedhjeve të 11 majit PD-ja duhet të fuste në një periudhë reflektimi, duke parë nga vetja në këtë rast se çfarë ndodhi në këto zgjedhje, duke bërë një analizë e cila është e munguar dhe ndodhi për arsye të shumta. Sigurisht që justifikimi ishte çështja e raportit OSBE Odirit, por unë gjykoj që duhet të dilnin të gjitha problematikat e atyre që humbën qarqet në një mënyrë katastrofale, sepse në qarqet caktuar u humbe dhe lista e sigurt, jo më të merri deputet nga lista e hapur. Së dyti, unë gjykoj që do ishte në nderin e Partisë Demokratike për me bë një analizë gjithëpërfshirëse, e cila mungoi në zgjedhjet e 2023-shit për arsye të panjohura deri tani, por për me vendos një objektiv që unë kam thënë në këtë lloj mënyre. Çdo kandidat duhet shikojë se si ka dalë te kutia e lagjës vet. Në rast se ka humbë te kutia e lagjës vet, sigurisht që ka probleme pastaj, sepse në politik nuk zë vend ajo shpreha që asnjë profet nuk pranohet në vendin e vet. Politika matet me vota, dhe pa tjetër që në rast se lagja kandidatit ka qenë një fitore PD-s më përpara dhe tjeke, këtu ka një problem, ose
ka qenë zonë thellësisht e majt, do të shikohet se sa vota e ke rikuperuar etj. Do të mbahet përgjegjësi drejtuesi i qarkut, i cili duhet thënë ka bërë një humbje e cila është e pa justifikueshme në raport me rezultatet e Partisë Demokratike ndër vite, me zgjedhjet e 2021-shit, me zgjedhjet e 2023-shit dhe me zgjedhjet e 2017-s. Mendoj unë se 19-ën PD-ja nuk u fut në zgjedhje. Më fal, po te protesta besoj e ke konstatuar edhe ti që as antarët e PD-s nuk ishin të gjithë, jo të tjerë. Shiko, ajo ishte pse ky bojkot edhe nga vet brenda? Ajo ishte një protestë modeste. Nuk ishte një protestë në atë që jam dakord me zotin Kikia që thot protesta, ka demonstrat, ka protest, ka tubim, ka foltore, ka konferencë për shtyp. Pra, unë nuk besoj që ishte të rastet e para protesta, ose më saktë organizimi djeshëm, se na ka mbet me një protesta. Shiko, për këtë do t'ju marr një shembull, me që po këmbgul të çështja protestës. Unë kam qenë një nga njerëzit organizator të protestës së 7 korriku 2022, në rast se ju kujtohet. Po ajo u mbusheshi. Që ishte edhe në kulmin e temperaturave shumë të larta. Po, përveç asaj, Partia Demokratike, ose më saktë ajo që ne përfaqësojmë, nuk ishte as zvull, nuk ishte as logo, nuk ishte as para, nuk ishte as lloj gjë, ishte thjesht një lëvizje fluide që kishte nis nga poshtë lart. Por ajo që arritëm ne të bënim, jo unë kam qenë folës i parë në atë protestë, por kam qenë pjesë organizimit, ishte që mblodhëm njerëz, faktor dhe aktor, përgjithsisht djathtas, të interesave të komuniteteve të caktuar në përgjithë territorin e Republikës Shqipërisë, që kishin organizuar protesta lokale dhe arritëm të bënim një trojes të madhe, e cila u përsërit disa herë për me mbledh energji për 7 korrikun e 2022-shit. Protestat të cilat u zhbën në 12 nëntorin e 2022-shit. Për shkak se filloi proceset e brendshme Partia Demokratike dhe arritën disa zhgënjime, qoftë me zgjedhjet e Forumit Rinor, qoftë me zgjedhjet e anëtarëve të kryesisë, që disa prej tyre u emëruan dhe nuk u zgjodhen në mënyrë drejt për drejt me votë të jemi realist. Prandaj mendoj unë që metodologjia atëherë që qelloi e suksesshme, fakti që kësaj radhe nuk u mblodh Këshilli Kombëtar si organi më i lartë i Partisë Demokratike për me vendos për aksionin politik, sigurisht që ishte një vendimarrje e cila nuk ishte kolegjiale. Jo, po është shumë e rëndësishme që Këshilli Kombëtar të marrë vendim për aksione politike. Pra, fakti që ata nuk u përfshin sigurisht nuk do kishte edhe njerëz në protestë, sepse çdo antar i Këshillit Kombëtar përfaqëson sentimente, ka disa njerëz mbrapa. Në rast se ti e zgjedh vetëm me grupin parlamentar, aq njerëz ka grupi parlamentar. Tani kjo gjë u pa, sidomos ata që vinë nga lista mbyllur. Vjen keq. Cilët nuk u pani ditë në fushat. Dakor, duhet bërë analiza. Kikia, pse nuk u bë analiza? Kanë kaluar shumë muaj që nga zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Ajo që ndodhi mbrëm, s'ishte një aksident. Ishte rrjedhoj e një situata që ka kohë që majiset brenda për brenda, sepse kishte edhe njerëz brenda Partisë Demokratike që jo thjesht nuk shkuan, por e publikuan atë qasjen e tyre apo qëndrimin e tyre që në fund bën pyetjen, çfarë do arrijmë, ja dolëm. Çfarë duam të tregojmë? Partia Demokratike dhe vetë zoti Berisha protestën e kanë patur mjetin e tyre më të fortë. Por duhet kuptoj një gjë që Shqipëria s'është më as ajo e 90-s, as e 2000-shit, as e 2015-s, as e 2020-s. Njerëzit janë të lodhur. Po, ka dhe një bilanc humbjesh një pas njëshme që kanë bërë vetë. Mbështetësit të Partisë Demokratike janë të lodhur nga humbjet e një pas njëshme, janë 16 vjet në opozitë. Mendosh një njeri tani që del dhe lufton për një kauzë dhe humbe dhe të mbështes një njeri që thot më mbështes një mu, por prapë nuk do fitojmë, është diku thosht, po prit të zotëri. Demotivuesi më i madh i vetë opozitarizmit është zoti Berisha, sepse opozita nuk është thjesht Partia Demokratike.